Faleminderit shumë që edhe për juve që keni ardhur. Po jam Hasan Zeneli, bashkëluftëtari i Zahir Bajazitit. Isha pjesë e grupit të parë, pra i formimit grupit parë të Zahirit, i cili përbëhej nga 3-4 persona. Isha unë, Ismail Sejdiu, Isak Shabani, Janos Zeneli, Heroj dhe të tjerë. Këtu kemi dalë sot për të spjeguar pak rreth datës 5 shtator të vitit 1995. Pra, tek i shkollë që aso kohë kishte Miloševiqi kishte uzurpuar shkollat shqipe dhe pothuajse të gjitha shkollat i kishte stërmbushur me kolon serb dhe po atë kohë, pra vetëm 4 ditë përpara në Beograd vazhduan bisedimet në mes të Ministrisë Arsimit të Kosovës dhe asaj të Beogradit, ku që të dyja palët nuk dhanë asnjë sukses, pra kategorikisht Miloševiqi refuzoi që shkollat shqipe të jesin ashtu siç janë me kolon dhe 3 ditë më vonë, pra në fshatin Ballaban, aty ku ishte edhe shtabi parë operativ i Zahirit, shtabi parë operativ Goril, u marrë vendim që të sulmohet bashkë kjo shkollë ish Gjuro Gjaković me bomba dore, në mënyrë që të friksohen nga detonimi dhe të shpërngulen nga këtë. Pra, ishte data 5 shtator e vitit 1995, kur bashkë me Zahir Bajazitin erdhëm këto. Zahiri ishte dikon një 50 hapa ma tutje ka e Kurulla, i cili e bënte sigurimin të terenit, kurse unë isha akteria i akcionisti që e hudha bombën këto, pra në këtë objekt, dhe jemi tërhequr nga këto në drejtim të fshatit Ballovc, ku atë natë kemi flejt në shtëpinë e dhëndrit të Zahirit, pra në odën e dhëndrit të Zahirit. Të nesërmen kemi vazhdu për Ballaban, pra ku edhe tani do të kemi rastin të shkojmë dhe atje të bëjmë edhe xhirime, 2-3 xhirime, aty ku krisi pushka e parë kundër forcave militare serbe nga Zahiri, dhe aty ku janë të ngritura pllaka përkujtimore. Njëra është e herojit Janos Zeneli, i cili u arrestua gjatë vitit 1997 nga UDB-ja serbe dhe nga torturat vdeq në burgun e Beogradit. Pra do ta vizitojmë edhe atë përmendore të Janosit atje, po ashtu edhe pllakën me emra herojsh, e cilën e ka ngritur organizata për mbrojtjen e vlerave të luftës Gorile, pra gurthemeli shtabit të parë operativ në fshatin Ballaban. Ceke ma heret se këtu ka qenë bomba e parë që është përthyë dhe nuk ka asnjë monument diçka që me përkujtu atë kohë. A keni bo kërkesë nga komuna, edhe a ju kanë kthy përgjigje apo jo? Po, kemi bo kërkesë kryetarit të komunës të Podujevës, zotit Shpëtim Bulliqi, dhe kërkesa e organizatës është aprovuar, por
ende nuk është fillu, nuk është ndërmarrë asnjëherë. Para sa kohë e keni bo kërkesë? Po mund të them tash 1 vit më parë. Që një vit. Sido që tjetë, ne i falenderojmë komunën për mirëkuptimin që kanë hasë në mirëkuptim dhe e kanë miratu. Ministria e Kulturës e ka miratu atë kërkesë tonën, por në mungesë buxheti ende nuk është filluar për të ndërtuar këtë një simbol të paktën, sepse ka vetë krenarinë e vetë, ajo është bomba e parë kundër kolonizimit të Kosovës, dhe më thonë. Unë mendoj se koha do të vije shpejt dhe komuna do të intervenoj. Sigurisht se duhet tjetë këto një plakë përkujtimore.